Ashtu si në gjithë vendin, edhe në Shkodër maturantët kanë kryer njëra nga sfidat më të rëndësishme të maturës shtetërore, provimin e detyruar të matematikës. Përshtypjet e para pas daljes nga salla e provimit kanë qenë pozitive për maturantët. Sipas tyre, struktura e tezës ishte mirë informuar dhe e bazuar plotësisht në gjithçka që kishin zhvilluar gjatë vitit shkollor. Për mua kam bë tana, thjesht ishte mirë. Jo, i mesatar ishte. Testi ishte i thjesht, kam bë që kam ditë, dhe thonë, alle që kam mësu për shkollët ishte krejt i thjesht. Mendoj që kam e marrë rezultat mirë, edhe jam i kënaqur me që kam bë. Provimi ishte pak i shtirë, ja dolem pak, kina përgadit. Matematika nuk na shkon fort, po i kemi punu disa detyra dhe shpresojmë të kalojmë. Në 8, në 7, do pretendojmë më tepër. Ishte pak më i vështirë, domethënë më i vështirë për këtyne 3 që kena bërë deri tash. Kishte vështirësitë e veta, por jena mundu kena bërë maksimumin. Për një ata që kena mësuar për shkollë kena bërë, por nuk pretendojmë dhe rezultat shumë të madh dhe 6, 7, 8, 9. Tashme për maturantët betet vetëm një hap i fundit për të mbyllur këtë cikël, provimi i lëndës me zgjedhje për të hapur më pas rrugë aplikimeve për në universitet. Sipas EVA Shkodër, këtë provim të matematikës ju nështruan 1430 maturantë dhe provimi u zhvillua në 6 qendra të ndryshme provimi të ngritura në qytet.